s'kam mjaftueshëm. Prap ky muhabet? Po, sepse është e vërteta jam edhe më shif. Luftoje, përpiqem, gjithmonë duket sikur s'është mjaftueshëm. Unë e kuptoj. Po më thuj kur ti e nive për herë të parë këtë mungesë? Nuk e di. Ndoshta një atë moment kur kuptova që gjonat nuk vinë edhe aq lehtë. Kur po është tjerë që kishin më shumë se unë, e kur e niva që duhet me luftu për çdo gjë, aha, pra ti dikur vendosi që jeta është një garë. Edhe qa null me ata që vrapojnë pa pushim? po lollën. Edhe ti dhe me thanë një lolla, po ja. Po, tepër jam lollë. Atëherë, në gjë me shumë kujdes. Bolleku nuk është diçka që ti e njeh, as nuk është një mal për më ngjit, as një çmim për më fitu. Bolleku është krejt si ajri, e ki kudo. Ai nuk pyet nëse ti e meriton apo jo. Ai thjesht ekziston. Po atëherë pse nuk e ni? Pse duket sikur tjerët e kanë edhe unë nuk e kam? Sepse ti je mësu me pa vetëm atë që mungon. A je nal në herë me pa që ti ki? Po normal që jam nal me pa, po nuk është fiks një orë sa unë du. Aha, e shë që ti ki ba një pakt për mungesën. Ti ke zgjallë me e pa botën për mes syve të mungesës. Dhe ajo ty të ka majtë të rabë. Hajt na tregoj si mund çlirohem nga kjo. Fillo në veshrej. Vërej dhurata që tashmë ti ki, sa do të vogla t'jena ta. Mirënjohja është qelësi që hap tana portat e bollekut. A tu mjafton vetëm me kanë mirënjohse? Jo, duhet edhe t'ju japësh. Qa me lanë, ma unë s'kam as për vedi. Kjo është rana më e madhe që ty të mund varfër. A ki i buzëqeshi për me dhanë? Një fjalë të mirë, një nim për dikën. Po, qa lidhe ka kjo me bollekun? E tona, sepse kur ti jep, i tregon tonë botës që nuk i frik nga mungesa. Edhe kur nuk i frik, ajo ty kur nuk mundet të të majtë robë. Dhe atëherë, rjalla ndryshon komplet. Gjonat fillojnë me artë të ti, se ti nuk i njeh vrape me anë, por ti ato i pret me shumë siguri. Po që ndoshta qëllën nësë funksionon, e vazhdojnë prapë njët mungesën e zakonshme. Atëherë ti hala nuk i ke besu, nuk i ke një thellë zemrën tonë. Ti duhet me jetu çdo ditë sikur ke mjaftueshëm, edhe përpara se ti me e pa me sytë e tu. Edhe kur ta bash këtë gjë, një ditë do ta kthesh kokën mrapan edhe do kuptosh se ke pas gjithmonë më shumë se sa ti ke menduar. A nuk ka pak e rrezikshme me jetu me këtë lloj besimi? Më thuj, a nuk është më e rrezikshëm besimi jot në mungesë? A thu s'ka loll? A thu nuk ka marrë më shumë se të ka dhënë? Me të thonë drejtën? Po. Atëherë provo diçka ndrysh, beso që ka gjithmonë mjaftueshëm